إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صدق الله العظيم. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut Dhul Gjelal. Salate dhe selame i dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi ve sellem. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut xhaleshanu qofshin mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi të gjithë ata të cilët e ndjekën dhe do ta ndjekin rrugën e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi ve sellem deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar. Sot në këtë ditë të bekuar të xumas, do të jemi bashkarisht për shpjegu emrin e bukur të Allahut xhaleshanuhu Ar-Rauf. Emri i bukur i Allahut xhaleshanuhu Ar-Rauf në gjuhën shqipe ka kuptimin i dhëmshuri. Mëshira dhe dhëmshmëria e Allahut xhaleshanuhu ndaj krijesave është gjithmonë, është gjithherë e pranishme. Nga dhëmshmëria dhe mëshira Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është plotësimi i begative të cilët u ka dhënë. Nga dhëmshmëria Allahu xhaleshanuhu është suksesi që Allahu xhaleshanuhu u ka dhënë krijesave të tij. Emri Ar-Rauf i dhëmshuri është sekur në Kur'anin famëlart në disa raste. Mesin e tyre në surën El-Baqara ajetin 143 ku thot Allahu Dhul Gjelal وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Allahu nuk është që t'ja u humbe besimin tuaj, imanin tuaj. Nuk ka dyshim se Allahu është shumë i butë dhe mëshirues ndaj njerëzve. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet këtij ajeti kuranor na i bën me dije se Allahu xhaleshanuhu është i dhëmshëm ndaj të gjitha krijesave. Emri i bukur i Allahu xhaleshanuhu Ar-Rauf është kuptim më i lartë i rahmetit, mëshirës, e kjo është e përgjithshme për gjithë krijesat në këtë dunja, ndërsa në ahiret për disa prej krijesave të tij. Imam Gazaliu në lidhje me emrin Ar-Rauf i dhëmshuri thot se është mëshira e madhe që nënkupton se e ka kuptimin e rahmetit, mëshirës, Ar-Rahim, por më shumë se kaq, më shumë se Ar-Rahim. Allahu Dhul Gjelal në surën At-Tauba ajetin 128 thot لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Juve ju erni dërgum, ju erni pejgamber nga lloji i juaj. Ati i vjen ranë përvojtjet tuaja, sepse është lakmus i rrugës së drejtë për juve. Është i ndihshëm dhe i mëshirshëm për besimtarët. Nëpërmjet këtij ajeti kuranor, Allahu Dhul Gjelal na kujton se
e dërgoi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte nga lloji jonë. I dashur i zemrave tona, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i vike ranë për vujtjet që i përjetojshin besimtarët në atë kohë. Dhe ishte Muhamedi alayhi salam lakmus i rrugës së drejtë. Ishte shumë i ndihshëm, ishte shumë i mëshirshëm me besimtarët. Transmetohet se në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një grua në kohën e një betejë u pa shkaktu një kaos shumë i madh. E kjo grua e kishte humbë fëmijën e vet. Në ndërkohë, këtë ngjarje pe përcjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Derisa pe kërkon kjo grua fëmijën e vet, në këtë anë, në atë anë, po sillet me atë dhënshmërinë e nanës që e ka nana, për momentin e gjet fëmijën, e përqafoi, e shtrëngoi fort, filloi me kaq pikëzimit të madh që e gjet fëmijën e vet. Në atë kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju kishte drejtuar sahabeve, shokëve të vet, ju kishte thonë: çka mendoni ju? Kjo gruaje a do ta hedhte fëmijën e saj në zjarr? Shokët ju përgjigjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: jo, i dërguari i Allahut. Si mundet një fëmijë ta hedhë nana e vet një fëmijë në zjarr? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: wallahi, pasha Allahun, Allahu është më i mëshirshëm ndaj robërve të tij se sa kjo nanë për fëmijën e saj. Allahu është më i mëshirshëm dhe më i dhimbshëm për krijesat e vet, më shumë se nana për vllatin e vet. Gjithashtu, imami i mirënjohur, Imam Tirmidhiu, sunenin e tij, ka regjistruar një transmetim për një ashab, një shok, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka pas emrin Mersed ibn Mersed al-Ghanevi, i cili në atë kohë njihej fizikisht shumë i fuqishëm, shumë i fortë, i cili e kishte një punë, e kishte marrë mbi supet e veta një punë, një obligim. Pasi që muslimanët të asaj kohe, besimtarët të asaj kohe, kishin bërë hijret, disa prej familjarëve i kishin lënë në Mekë. Kjo ashabi i pejgamberit alayhis salam vinte natën në Mekë, i mirë ke sahabë të cilët ishin të rrobnuar, i barte mbi shpinë derisa dilke prej Mekës, pastaj i liroi që edhe ata të bojnë emigrim, të shkojnë të bashkohen me familjet e tyre në Medinet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një natë prej netëve, derisa kishte në shpinën e tij besimtar, e vërejti një vajzë e cila quhej Anak, mirë për e cila ishte pa moralshme, me cilën ki sahabi, ki shoki pejgamberit alayhis salam, ishte pas lidhje para se të pranoje fenë islame. Ju drejtu ajo dhe i tha: a je ti o Mersed? A ju përgjigj po. Ajo eftoj që të kaloj natën me te. Një për Mersedi ju përgjigj: nuk mundem kurse se të bëj këtë. Allahu dhul xhelal na i ka ndalu zinan. Unë më jam musliman. Kur kjo grua e pa moralshme e pa se nuk pi shkon për qifi, kjo sahabi pejgamberit alayhis salam
nisi me bërtit, o njerëz, ki njeri me emnin Merced, va ka vjedh një burgosur, va ka vjedh një njeri të cilin e kishi në burgjo, dhe u shlun gjithë me kasit që ishin zgjut atë natë, të zajnë, Mercedin këtë sahabë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po ai arriti të fshihet bashkë me atë shokin që e kishte mbi shpinë. Kur situata u qetësu, ai u kthi dhe e mor atë shok dhe e dërgoi në Medinë. Por kësaj radhe shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i tha ja Rasulullah, kam ardhur me një punë, kam ardhur me një lutje, kam ardhur me një kërkesë. A plotson këtë kërkesë, më kurorzo, marto mu me atë vajzën e quajtur Anak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e përgjigj më njëherë. Kishte raste vëllezër të ndershëm besimtar që pejgamberi jon nuk përgjigjej më njëherë, pritte shpallja t'i vije nga ana e Zotit. Dhe edhe shpallja nga ana e Allahu xhaleshanu e cila është në surën An-Nur ajeti 3, ku Allahu dhul xhelal thot: "Ez-zani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan, waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrikun, wa hurrima dhalika 'ala al-mu'minin." Laviri mund të martohet vetëm me lavirën apo i dhejtarin. Kurse lavirën mund të marrë për gru vetëm laviri apo i dhejtari. E kjo martesa me lavirët është e ndalume për besimtarë. Prej këtë momenti, sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me emrin i quajtur Merced e haroi Anakun dhe çdo mendim mo të ketë martesë me këtë gru. Dhe përmet kësaj ne mund ta kuptojmë këtë vëllezër të ndershëm besimtarë se devotshmëria vërtet mund të shifet në këtë ngjarje, sepse u rujt nga harami. Dhe kjo është mesazh i fuqishëm për të gjithë ne që të ruhemi nga harami në kohën tonë. Sepse rujtja prej haramit neve na ndihmon që ta shpëtojmë akiretin tonë. Me një rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith të cilën e transmeton Ebu Davudi, Imam Tirmidhiu dhe Ibn Majah, thotë se pejgamberi alayhis salam ka thënë: do të vijë një kohë kur ai i cili i mahës fes do të jetë si ai që e man gacën pllomën e dorës tij. Ai që atëherë përmbahet fes do të ketë shpërblim sa 50 sahabe. E përjetojmë këtë kohë? Ndoshta hala nuk është kjo kohë. Ai cili e ma fen, ai cili respekton fen, ai cili nuk i shkel ligjet të cilit i ka caktuar Zoti, e ka sikur se me pas gacën në pllomën e dorës. Pse? Sepse edhe ato janë besimtarë, po tallen me këtë besimtar i cili i ruhet Zotit. Me të madhe për dorët, hoxhi ç'bën filani. Ai vaktet i falë, ai namazin e falë, ai Ramazanin e ninon, ai shkon në haxh, ai shkon në numre, ai shkon e kryen zekatën, ai tjetri tallet me ta thotë, hoxhi ç'bën. Letruan që ki grup i njerëzve. Letruan që ki grup i njerëzve se akiretin e vetë shkatron. Akiretin e vetë shkatron. Sepse ata që i ruajnë fen, pejgamberi alayhis salam i ka caktuar dhe i ka cilësu
do ta kenë shpërblimin sa 50 sahabe, sa 50 shok pejgamberit në kohën e tij. Për i fryteve të besimit, të imanit në këtë emër të Allahu xhaleshanuhu janë dhe mëshuria Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është që i ka udhëzu, i ka drejtu ato të deklarojnë shahadetin dhe të punojnë sipas shahadetit. Na i ka zbrit Kur'anin, na i ka dërgu Muhamedit alayhi salam si pejgamber. Kjo është begati dhe mëshmëria më e madhe që na i shijon vëllezër të ndershëm besimtar. Nga dhëmshmëria Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është që ua ka bë fenë e lehtë, të përshtatshme për çdo kohë dhe çdo vend. Fe që nuk i ngarkon njerëzit ma shumë se sa mund me bajt ato, ma shumë se sa mund me bajt ato. Si ta kuptojmë këtë? Feja jonë është e lehtë. Namazi nuk ka i zorë shumë, o vëllezër. Ramazani nuk ka i zorë shumë. To janë të lehta, ama për besimtarin janë të lehta. Por jo besimtarin edhe ki e zanë që ato thira shumë i ranë. Kur thire zani ka transmitim se shejtanët largohen, s'dojnë ta dëgjojnë ezanin. Besimtari kënaqet kur e nin ezanin, kur e nin Koranin. Dhe prej mirësive të këtij emri të bukur është që ne ka bërë të lehtë. Allah nuk në ka dhënë fenë. Po më varet se si e kuptojmë. Nëse ne e kuptojmë fenë tonë ashran për neve, pa i halli për neve, atër besimi jonë është shumë mi do të mos tonë, fare besim nuk kemi në zemrat tona. Por edhe mëshërisë Allahu xhaleshanu është ndaj robërve të tij që i ruan veprat tona të mira, nuk i humb veprat tona. Sa do të vogla që i bojnë veprat e mira, Allahu xhaleshanuhu na i shumëfishon dhe ka më na shpërblej për këto vepra. Na bojnë vepra dhe të mira dhe të këqija, po. Po Allahu dhul xhelal, prej dhëmshmërisë së vet që e ka ndaj krijesave të veta, na i ruan ato vepra. No, para një vetë kemi harruar çfarë vepre kemi bë, apo? Mos foli para 10 vetëve. O Zoti i ruan krejt. E vogël akon e ruan, e madh akon e ruan. Dhe për të gjitha këto kemi shpërblim dhe na shumëfishohen tek Allahu dhul xhelal. Por edhe mëshmërisë Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është që robërve të tij ja pranon pendimin, kërkim faljen, sado që na gabojmë, çfarëdo gabimi që i bojmë, Allahu xhaleshanuhu ne kalon një udhë, ne kalon një rrugë, që të pendohemi, që të kërkojmë falje, që të bëjmë istighfar, që të kthehemi Zotit. Nga dhëmshmëria Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është që gjithçka që ka krijuar në planet e ka vënë shërbim të njerit. E na si njerëz a dimi shfrytzuar ja problemi jo. Gjithë janë shërbim tonë. Çka ka në planet janë shërbim të njeriut. Dhe nga dhëmshmëria Allahu xhaleshanuhu ndaj robërve të tij është që edhe pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka bë mëshirshëm ndaj muslimanëve, siç ka thënë Allahu xhaleshanuhu në surën At-Tauba, ajeti 128, bil mu'minina raufur rahim, dhe është i butë i mëshirshëm me besimtarët. Dhe se të ndershëm besimtarët, thash Zoti xhaleshanuhu që edhe ky emër i tij i bukur, emri Ar-Rauf, i dhëmshuri, qëtë nga ata emra që ne e lusim madhninë e tij, e lusim Allahun xhaleshanuhu me këtë emër të tij të bukur, që ta shijojmë, ta përjetojmë thellë në zemrat tonë, thellë në shpirtin tonë, ta kuptojmë këtë emër të bukur të tij, që kur ta lutim Allahun xhaleshanuhu me këtë emër, lutjet tona mos jesin mas. Bashkarisht e lusim Allahun xhaleshanuhu që të vdekurit tonë Allahu xhaleshanuhu të mëshiron. Të sëmurit tonë Allahu xhaleshanuhu të shiron. Gjithë ata të cilët kanë halle, dete, probleme, borxhe,
e çka do halli që kanë që e di veç Zoti, Allahu xhaleshanuhu va zgjedh ato halle për hir të kësaj dite të xumas, për hir të kësaj dite të bekume. Bashkarisht e lutim Allahu xhaleshanuhu që rinin tonë Allahu xhaleshanuhu ta udhëson në rrugë të drejtë, në rrugë të mbarë. Elhamdulillahi rabbil alamin. إلهي وخلاقي إلهي